Tregtimi në anë të autostradës Levante-Pelen jo vetëm i gjelave të detit, por edhe i prodhimeve të tjera bujqësore, duke rrezikuar jo vetëm përdoruesit e rrugës, por edhe jetën e vetë fermerëve, ishte kthyer në një problematik që kërkonte zgjidhje të shpejtë. Për këtë arsye Bashkia Mallakastër ka çelur një treg provizor, i cili do të qëndrojë hapur deri në datën 28 dhjetor, dhe ku 10 fermerë të zonës kanë ekspozuar prodhimet e tyre bio dhe mjaft cilësore. Për ne shumë i domosdoshëm për arsye se ne vuajmë për këtë lloj tregu, për këtë lloj marketingu. Jemi në pritje për këtë lloj tregu. Ka dhe mungesë të tregut, të bëhet pikë grumbullimit ta marr si të atij botit, të shokut tim, edhe të timin, edhe të tjati. Dash ta marr kokër, dash ta marr lek, siç e kam unë këtu. Pra tregu informal duhet marrë fund. Unë kam 2 kujtale gjysmë të vjerm. Si vjet shita 20 kujtal, 20 i bera, e kam gjendje në shtëpi, ku do ta shpjeu unë me gjithë plakën. Unë jam 85 vjeç. Ndërkohë tregu i shpendëve dhe i vaj të ullirit që në ditën e parë u ka ardhur në ndihmë mbashtuesve të gjelave, të cilët kanë mundur të shesin një numër të konsiderueshëm. Në zonën e Cakranit ju tregtoni kryesisht në autostradën Levante-Pelen. Sa ju vjen në ndihmë ky treg? Ky treg na ka dhënë shumë ndihmë. Që sot, që dita e parë ne bëhet 3-4 kërkesa. Ne jemi prodhues, nuk kemi tregtar. E kupton? Prodhojmë. Atje vjen ne sot na kanë 3-4 veta. Që i marrin për lokale. I pranishëm ka qenë edhe Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla, i cili në prononcimin e tij për mediat ka apeluar për mbështetje të prodhimeve vendase dhe u ka bërë thirrje të gjithë fermerëve të bëhen pjesë e skemave të subvencionimit. Pari unë falenderoj kryeitarin e bashkisë për mundësinë që i ka dhënë të gjithë tregut që sot ne jemi këtu për ta vizituar, dhe është një treg provizor i cili e inicioi jo vetëm në Bashkinë Mallakastër, por edhe në bashkitë të tjera, për një mundësi që t'i japin fermerëve për të shitur produktet e tyre, jo vetëm pjesën e vajit të ullirit, por edhe gjelin e detit siç ne kemi këtu sot, në mënyrë që prodhimi vendas të jetë në çdo tavolinë shqiptare. Dhe ne si Ministri e Bujqësisë patjetër që jemi në dispozicion dhe në ndihmë të çdo bashkie për t'i dhënë mundësi që tregjet e tilla jo vetëm të jenë provizor, por edhe të jenë gjatë gjithë vitit, për t'i dhënë akses fermerëve shqiptar, fermerëve të zonave, fermerëve të bashkive, qoftë të vogla, qoftë të mëdha, në mënyrë që të jetë Made in Albania. Ne jemi duke iniciuar që çdo fermer që prodhon vaj në ullirit të vazhdoj, duke qenë se ne për çdo litër vaj nga janari e vazhdim, të gjithë duhet i bëj thirrje nga këtu sot që të formalizohen, të hapin numrin e NIT-it, të jenë pjesë e procesit që pranë Ministrisë dhe AZHBR-s të bëhen pjesë e thirrjeve që ne kemi shfaqur dhe kemi shpallur ndaj çdo fermeri. Ndërkohë fermerët kanë kërkuar një zëri ngritjen e pikave të grumbullimit, certifikimin e prodhimeve të zonës për të qenë më konkurruese në treg, ndalimin e prodhimeve të importit dhe t'i jepet fund tregut informal.